Nëse në rrugën e zhvillimit personal ju keni aplikuar fuqinë e afirmimeve, të shprehjeve pozitive në mënyrë të përsëritur, të kërkimit të vizionit tuaj, të qëllimeve tuaja në jetë, dhe ka ardhur një moment që ato afirmime nuk kanë punuar më, diçka ka ndodhur dhe jo patjetër jeta ju ka sjell ofruar atë që keni kërkuar. Dhe dua t'ju them që janë dy arsye pse ndodh kjo gjë. E para, në radhë të parë, në afirmimet tona është e rëndësishme që ne të shprehim dhe të kërkojmë historinë tonë personale. Pra, afirmime që kanë të bëjnë me identitetin ton unik. Dhe shumë herë në afirmime ne kërkojmë gjëra që jo patjetër janë në përputhje me potencialin ton. E dyta, afirmimet shumë herë janë shprehje që vijnë nga mendja, dhe nga mendja që është koshiente, le të themi, e ndërgjegjshme dhe kërkon diçka në mënyrë fizike të shprehur ashtu si e mendon. Kur në fakt fuqinë e krijimit dhe kodet e manifestimit janë në trupin ton, dhe busolla e trupit ton është orientuar nga subkonscienca. Nëse në trupin ton ne kemi akoma energji, informacion, trauma të fshehura, qoftë edhe hijet tona të cilat janë pjesë e zhvillimit ton, janë pjesë e kodeve tona gjenetike, dhe nëse ne fillojmë punojmë me trupin dhe me subkonsciencën ton, atëherë aty fillon që afirmimi yt, historia jote personale, që është shprehur nëpërmjet manifestit tënd, afirmimit tënd verbal, është shoqëruar me suportin e trupit. Trupi yt e suporton atë që mendja e thot. Përndryshe është në konflikt mendja me trupin dhe aty nuk ka, ato kancelohen, mendimet, afirmimet kancelohen me gjuhën në fakt atë që trupi ndjen. Trupi është në tjetër gjendje dhe ka konflikt. Për këtë qëllim, në programin The Mentor, ne do fokusohemi në identitetin ton unik dhe në procese të thella të trupit somatike, procese të neurolanguage programming, procese të frymarrjes çliruese që punojnë me subkonsciencën, me hipnoterapi, me hypnovision, dhe të gjitha këto procese, metoda, qoftë dhe zbërthimi i identitetit tënd unik do transmetohen, do kalohen tek ju në formë mësimi, në mënyrë që t'i përdorni dhe të suportoni të tjerë në vazhdim, në kërkim të qëllimit, të vizioneve, të dëshirave, të afirmimeve të tyre reale në jetë. Ju pres në klasën e parë